Shkodranët kërkojnë ndryshimin dhe në 11 maj falëmbështetjes së tyre me votë do të rrëzojnë qeverisjen 12 vjeçare të Edi Ramës. Kjo është garancia që i dhan kandidatit për deputet të PD-s dhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Mallështore Bars Pahia, banorët dhe përfaqësuesit e bizneseve në rajonin numër 2. Ata shprehen shqetësimin për situatën e rëndë ekonomike ku ndodhet Shkodra dhe Shqipëria, që ka sjellë shpopullim dhe varfërim. Që për i muaj e kena mundësin. Edhe kooperativës punë, se jo tash, dritat po, ujt po, atë po, me që me përgua. Vetëm i rrit. Veç taksa, drita, uj, rrit, rrogat i ka harru me i rrit. Majzisën veri. Vërdet. Majzisën veri. Ta pa ja vjen Edi Rama në vend shqiptarve, ta pa vjen Filipinas marrë me mësu zanate. Boja kuna forës keqe, shkurt mua beri. Os pa t'i fje nërshim nuk po me pos as... Shumë të drejtë, normal. As progres s'ko me pos, s'ko nërshim. Absolutisht. Që t'pun nërshimi, s'jallë të mirën, unë se di njërës pse dojnë me najtë me t'njajten. Por o, gjithë gjohën durët, horave pa flasë si plesh. Shqipi kush janë drejtura, Shqipi kush janë, Shqipi mërtoni. Quar ftyra shkollë, cili përfacan mumon. Mu që i punej me djerës, cili përfacan mumon. O kuptan, as kërkush s'përfacan, as kërkush. Po dhe ajer, unë kam qepe po në ndrim. Falemner shumë. Lumgoja. Lumgoja, falemner shumë. Nuk raja si gjysjale do të votoj ju. Pa qena me vëtu për tjekën me që për i këtë burë. Shko në konitor shumë, kam e të vetur. Skandal. Zohon kam nisë 33.000 veta veç për i bashkisë Shkodrës, për i territorit bashkisë tonë në 9 vjetë, as në 10 vjetë. Pjesa jërë me pjesën tuaj ban një të plot më mba. To ka shpia dhe që ka me si prezident. Jo, kena në program tonë për fundimin e procesit pajisjes me titujt e pronësisë për tonë. Kandidati Spahia tha në fjalën e tij se programi i PD-s nxjerr vendin nga skamja dhe rikthen shpresën e munguar tek çdo familje. Na po mundona me ofru alternative në modelin ton, ba me krahasu me kundërshtarët ton, lista janë si dita me natën. Kena një program jashtëzakonisht interesant për qytetarët, për biznesin, si për marrjen, pensionistat, të rit, me një fjalë i prek të gjitha shtresat e shoqërisë kanë për të zgjuar interesin e çdo qytetari. E kena të domosdoshme ndryshimin, besoj bim ta dakord që këta 12 vite kanë qenë 12 vite regresit. Duke prezantuar programin e PD-s dhe alternativën e ndryshimit, kandidati Bars Pahia ftoi qytetarët që masivisht të votojnë numrin 1.